Një operacion i përbashkët i forcave operacionale të Tiranës dhe Komisariatit të Policisë Sarandë ka çuar në arrestimin e 34 vjeçarit nga Elbasani Elvis Koçi, i njohur ndryshe si Vis Korçari. Efektivët kishin kohë që e ndiqnin dhe e kanë lokalizuar të shtunën në Ksamil. Rreth orës 22:30 është organizuar operacioni për kapjen e tij, ku kanë marrë pjesë edhe agjentë civil të sektorit të krimeve në Sarandë. Sapo ka parë policina, ai ka tentuar të shmanget arrestimin duke kryer manovra të rrezikshme me automjetin e tij. Gjatë largimit, ai ka përplasur 2 makina civile të policisë dhe ka mundur të çajë rrethimin fillestar. Menjëherë pas ngjarjes është organizuar ndjekja, ndërsa nga Saranda janë angazhuar edhe forcat të FNSH-s. Pas rreth 30 minuta shkërkime, 34 vjeçari është lokalizuar nga agentët e krimeve pranë një biznesi privat në aksin rrugor Ksamil-Butrind, ku është vënë dhe në pranga. Policia ka sekuestruar gjithashtu automjetin me të cilën lëvizte, i cili rezulton i regjistruar në emër të vëllait të tij. Vis Korçari është një emër i njohur për drejtësinë, i përfolur për përfshirje në përplasjet e grupeve kriminale në Elbasan. Ai u arrestua në vitin 2022 nga SPAK në kuadër të operacionit Plumbi Art, ndërsa u lirua rreth një vit më vonë.